Trajneri i Serbisë Dragan Stojković u vendos në qendër të akuzave nga mediat në Beograd, të cilat e kritikuan deklaratën e tij pas sfidës të ndërë në barazim pa gola me Shqipërinë, juajtur të shtunën në stadiumin Air Albania. Mediat serbe u kapën pas fjalëve të teknikut, i cili tha se atmosfera e tifozëve shqiptar në Tiranë ishte e shkëlqyer dhe i kërkuan dishitën e sy lojtarët e tij, dhe do të rishen ajo deklarate bërë pas ndeshjes, por Piksi duket as pak e shqetësuar nga vala e kritikave. Në konferencën për fty para sfidës si Serbia do të luajë në Andorën, Stojković i është drejtuar kritikëve, duke thënë se askush nuk mund t'ia vijë në dyshim dashurinë për Serbinë dhe aq më tepër patriotizmin e tij. Nuk kam pse t'i tregoj askujt se sa patriot jam, nuk bëj tifoz lak për askënd, përveç për Serbinë. Dua t'i bëj këta dje me ronj, dhe kështu do t'jetë, sa të kem frymë, u shpreh ai. Në vijim selektori serb ripërsëriti se pritja e tifozëve në Tiranë dhe atmosfera kishte fenomenale, duke thënë se e njëjta gjë duhet të ndodhte edhe në Beograd. Stojković madje e krahasoi sfidën mes Shqipërisë dhe Serbisë të luajtur në stadiumin Air Albania me sfidat nësë rivalëve të betuar në Argjentinë, Boca Juniors dhe River Plate. Mirë që ma bët këtë pyetje sepse nuk i kam ndjekur mediat prej 4 ditësh, nuk e di kush çfarë shkruan. Unë jam përqendruar vetëm në detyrën time që t'i përgatis këta djem në mënyrë më të mirë të mundshme. Kur kam folur për atmosferën, kam folur vetëm në gjuhën e futbollit, për një ambient futbollistik. Ajo që ndodhi në fushë ishte për çdo respekt, një rivalitet i madh, një ndeshje me shumë rëndësi, dhe sjellja të dy pankinave, si e jona ashtu edhe e tyre, ishte për të vlerësuar. Natyrisht që gjithmonë i dënoj gjërat që s'kan lidhje me futbollin, askush nuk i do ndërprerje dhe tensionet, por ne nuk kemi ndikim mbi ato gjëra. Ka institucione që merren me to, ne nuk jemi ata që ndëshkojmë. Ju nuk ishit në stadium me pat në televizor, disa kolegë tuaj mund ta konfirmojnë, çdo trajner do të donte një atmosferë të tillë. Për herë të parë, dhe kjo ishte ndeshja ime 51 si trajner, nuk e dëgjova himnin nga vërshëllimat. Imagjinoni çfarë shpërthimi zhurme dhe pak kënaqësie ishte, por ne e kënduam me krenari himnin ton, dhe kjo na motivoi, edhe në shumë që të mos dorëzoheshin ndaj presionit. Djem të salon në mënyrë të shkëlqyer në fushë. Kjo për mua është një fitore e madhe. A i mendonte dikush seriozisht se do të na prisnin me duar trokitje, si edhe atyre është puna e tyre. Unë nuk jam politikan dhe nuk flas si politikan, jam shumë i kujdesshëm me fjalët e mia, fola vetëm për atmosferën e stadium. Për sjelljen, ka kush merret me të. Nuk kam se t'i tregoj askujt sa patriot jam, nuk bëj tifozllëk për askën përveç se për Serbinë. Dua t'i bëj këta dje me ronj dhe kështu do t'i jetë, sa të kem unë frymë. Sa i përket pjesës tjetër, organizimi ishte fenomenal. Besoj që edhe ne do t'u kthejmë një mikpritje të tillë. Le të konfirmojnë kolegët tuaj. Si ishte edhe atmosfera në Tiranë? Po dëshini një ndeshje si Boca Juniors apo River Plate, do e kuptoni çfarë atmosfere po flas. Ne nuk u friksuam dhe treguam këtë në fushë.